Por se ju përhapni pa një kot e TV-s, nuk do jenë 30% ato buza më pak orti. Po ju e thatë, por çfarë? Po nuk e thamë ne e thamë ndryshe, do jenë 30% më pak ato buz, nga ato buzi. Si më Këtu do me thënë, do jetë 100% që ato buzit nga kofë në deri ke bagazhi. Ke 7% që do bëhet muri, si që kena bo këtu do me thënë. E pse? Pa që të shi, se normalisht ajo hargjon naftë, gjona, do ketë më pak. Pjesën andej, që do, apo mos futet ajo pjesa nesh hap me Airbnb, e ke përësysh? Nxirni lekët. Pa normalisht është se që të do bëjnë një. Më fal, nuk e ke më mirë të bllokonin një 2-3 autobusa mos i nxirrin se sa të bënit mur ashtu. Po jo ti mirë e ke, po ti jenë punë për veten tënde, apo bën emision ti me rrogën gjona ato, po këto 3 autobuzet që thuti ti bllokojmë, ato 3 shfatorino, 3 shoferat të gjonat, ku do i marrin rrogët? Që mos ngelen pa punë ata po. Po për normal për bëni edhe ne kena blloku këto, se e di si ndikon kjo ke nafta. Si ndikon, çfarë? Ke kursimi domethënë. Po, se do hipin më pak veta, kam shtypur. Po jo, më pak nuk do hipin se ata që kanë për tip, ata kanë për tip. Prap, mund të hipin si njëri tjetrit, nëse. Ajo tash nga kur ulesh nga funi, ajo tërheq shumë atë buzi. Edhe kur tërheq, harxhon. Po. Se ka shumë forcë, do forcë derisa të njitet, kurse kur rring nga fillimi, ajo shtyn se rri për poshtë. E ke pasur ulet koka. Çan erën ashtu. Çan erën. Ti nga lana, ke pasur se çan erën e lanës? Do jenë e lanës vështirë ja ta çaj po. Po normal atë. Abone kamon. Po mirë, po kush pyeti ti se jam televizor? Kam dalë në pension, ai dal Alieri para se të futej brenda. Mirë, shkaf shmbrapa, ulu këtej. Jo, sutem mbrapa se mze. Mirë, ulu këtej para. Ku tu spriti sekond se jam në intervistë. Edhe në Gjona TV-s. Ku dinive? Ku zot. O gjaci, një sekund. Ku janë ta? Vend të miq. Po prit një sekondë ti, prit. Edhe në Gjona TV-s. S'ta lë sqarojmë me popullin. Po nuk, po çe po. Jo, vazhdoni. Po një sekond, prit një sekond. Aha, ku e lam thoj? Edhe domethënë, ne kena fol TV-s dhe kjo është si gjë e mirë shumë se ne kena fol me grupet e interesave që ndikojnë te kjo ulje 30%. Si kanë rënë grupet e interesit dakord të zvoglojnë autobuzat? Po që të tanë kanë dakord ti. Çfarë grupe interesi? Ka qenë unanimisht dakord. Kush grupi interesi pas ka rënë kështu? SGSH-ja e para, SGSH-ja? Po. Çfarë është kjo? Shoqata e xhepistave të Shqipërisë. Ata kanë rënë dakord normalisht sepse kur ka qenë autobusi 30% më gjatë. Aha. Aty mas murit. Aha, lodheshin. Po se ishin njerëzit të shpërndam, e ke parasysh kur marr xhaketën këtu edhe nuk se duket. Po, do dhe kohë më shumë. Normalisht do 2-3 stacione sa ta bash aktin edhe sa të zbresesh. Kurse tash me një stacion marrë punë domethënë. Po se janë afër, i kreft gjithë. Po për marrë punë shpejt. Këta dakord duhet të jenë valla normalisht, po çfarë gjatë? Lumtur. Po tjetër çfarë gjatë është? Tjetër kena fol me SMA-n. SMA-ja? Po, sindikata e manjakëve të autobuzëve. Po, ti, uj. Këta normale janë dakord. Antari ishte shumë asp duket apo. Po kim duket se është shumë Jo, që ka xhepis gjaxhim duket. Jo, që xhepis se. Ore vuri xhupin. Pensionist. Nuk ka xhepis. Ta dal Alieri abone kur dolën pension para se të futej brenda. Mirë, nuk ka xhepisat ky vishë se unë lekët I kam dorë, ky po kapte nga mrapa. Që po kishte xhepis dhe më vjet tu. Nice. Mosha, va. Ulu aty, gjej. Jo s'ka zorin kam. Ta dal Alieri kur a brenda abone. Mirë. Halal. Pensionist. Halal. Edhe në Gjona Visa. Unë humba ku e lam. 150.000 e kam. Halal. Edhe në Gjona Visa. Tjetër janë edhe farmacitë janë shumë këto, kompanitë e farmacive janë shumë të kënaqshme. Si të kënaqur? Kompanitë e farmacive? Po normal, se janë virozat në përkomi tash. E ke parasysh se aty do jenë njerëzit kështu? Po, do klasi viroza aty. Do jenë njerëzit kështu. Ja apo një. E ke parasysh I testim, edhe kapte tan aty gripi, më fal atë se mora për shembull, si për kështu. O, që jam prite. Ej, pse ka një vend mur mrapa ju? Është me Airbnb atë gjë, është 30.000 lekë ora. Ne abone, vete do ta ne nga Airbnb une. A vash çfarë që ti? Është 30.000, o gjej, o ti. O ti se të SMJ-ja apo të SMC-ja? Jam pensionist, Çfarë është Airbnb? Airbnb është kur ke për shembull një zonjë e se vjet ty. Do me kalu një kohë. Për shtat, për nëse për stacione. Me abonet dhe mare, vete do ta ne nga Bibia. Nuk shkon, ulu aty, nuk shkon. O visa. Ha, ku e lamër ti se nga ka. Nuk e di ku e lam. O visa linda pas më vonë. Po vallai më vonë.
Çka ke qigërset ti? Çka ke qigërset? Kushe? Çka ke qigërset? Kushe qmetër? Sa ke qigërsetëri? Hajdare ka memër, jo qmetër. Oj çka ke qigërset Allah ulë aty si. Ore, ande. Oj xhet, ulë aty be. Ande mbrapa, vete do të na bone unë me fotografie kamerë. Oj është 30.000 lekë ora po të. Ore, do ande mbrapa i ella. Sa ta, le se kanë punë të veta ato po.